Zonja dhe zotrinj Edith Shkreli. Faleminderit. Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Zoti President, të nderuar zonja dhe zotëri, të dashtën shqiptar nga të gjithë trojet shqiptare. Jam jashtëzakonisht emocionuar. Dhe nderume për vlerësimin që Zoti Kryeministër më dha sonte. Shqipërinë e ardhë. Ky është një nder jo vetëm për mua, por edhe për familjen, prindërit tim, të cilët sakrifikuan aq shumë të më rrisin, të më edukonin dhe të më jepnin të gjithë mundësitë për të realizuar ëndrat e mia. Mos të ishin trazirat e vitit 1997, prindërit e mi kur nuk do të merrin vendimin e vështirë për të larguar nga Shqipëria. Largimi jon nga toka jon ishte një dhimbje e madhe. Por situata ishte e tillë kur prindërit e mi vendosën të braktisnin karrierën e tyre. Babai im, ndjeri inxhinier Skënder Shkreli, krye-inxhinier e veprave më të rëndësishme të zonës së Veriut dhe i tërmetit të tmeshëm të 15 prillit 1979. Dhe nëna ime, Elida Shkreli, që është sonte këtu, ekonomiste e qarkullimit monetar për Bankën e Shqipërisë në Shkodër, sakrifica për të më dhuruar një të ardhme më të sigurt, një të ardhme pa plumba qarë dhe pa rreziqe nga bandat kriminale të asaj kohe. Çdo emigrant në këtë sallë i kupton sfidat e emigracionit. Lufta për të përshtatur, për të mësuar një gjuhë të re, për të gjendur vendin tënd në një shoqëri dhe kulturë të panjohur dhe në të njëjtën kohë duke mos harruar ose mohuar prejardhjen tënde. Vështirësitë ishin nga më të ndryshmet, por dëshira për të ecur përpara dhe për të mos të dorëzuar ishte shumë herë më e madhe. Mendoj se virtytet që ne si shqiptar kemi trashëguar brez pas brezi, na kanë ndihmuar jo vetëm për të përballur vështirësitë, por edhe për të arritur suksese kudo në botë. Virtytet që janë pjesë e kulturës shqiptare, vlera që na lidhin me identitetin ton dhe që na udhëheqin edhe kur jemi larg dheut. Besoj fort që janë pikërisht kjo trashëgimi që ka bërë shqiptarët të spikasin dhe të kenë sukses në çdo cep të botës. Ky summit i përket çdo shqiptari në diasporë që ka kaluar vështirësi dhe ka gjetur forcën për të ndërruar dhe për të arritur. Shpresoj që mos t'i hedhim me njëan virtytet e kulturës tonë dhe të bashkohemi për të mirën e vendit tonë. Secili nga ne ka rrugëtimin e vet, dhe gjithmonë duhet të ndihmojmë dhe përkrajmë njëri tjetrin, jo thjesht fjalë, por në vepra. Kudo që jemi, e sidomos larg dheut. Ne jemi krenar për prejardhjen tonë, dhe unë jam krenare që jam bi shqiptare. Në ceremoninë e betimit tim si gjykatja e parë shqiptare e qytetit të New Yorkut dhe gjykatja e parë femër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në sfond kam patur flamurit të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kam hapur ceremoninë me hymnin e flamurit tonë kombëtar dhe kam mbyllur me këngën hymn rrjedh në këngë dhe ligjërime e kompozitorit të madh Fehmi Ibrahimi dhe të kënduar nga Madhja Faqezela. Jam krenare që me arritjet e mia kam nderuar veten, prindërit e mi, motrën dhe vëllain. Vllai im është sonte këtu. Nipat e mbestat e mia, edhe mbesën që erdhi apostafat nga New Yorku, Eva Shkreli. Popullin dhe atë dheun tim. Ju falenderoj nga zemra.